kjo. Kush do të marrë titullin më shpejt? I bie kush e fiton ndoshta këtë vit po viti tjetër. E kuptova, është e zgjatë. Patjetër që investimet e presidentës sonë më kryer gazmendimin, është problem sepse herë ta vonë kjo stërmundimi i madh, ky legu hedh kështu, edhe mënyra domthon se si po funksionon, duke qenë se edhe ju keni fatën e mirë, tash që jam në brendësi dhe mund të shikoj diçka me detaj. Mënyra si po punon dhe presidenta si po vepron, duke qenë vetë aty në krye të tavolinës, ti di shumë ja tavolinën që rrjedh dhe shikon servitjen. Besoj që shumë shpejt do t'i marrë frutat. Bukur. Nuk dyshoj që ka qenë pak më naiv në fillim, por që gjërat kanë filluar duke u shtrënguar edhe duke kërkuar diçka më shumë të skuadra janë trofet. Dakord. Mund të them që Partizani mbështes edhe atë grintën dëshirën e fjalimin e Kërnajës që Partizani do të synojë deri në fund të arrijë Final Four-in, duke sulmuar kampionatin që këtë vit. Linja për ty? Ndërkohë Geri Nuk beson, ë? Është kjo ajo që thash parë, thotë, duhen 4 vite që implementoj akademinta dhe nëse arrit ajo që thotë Geri. Nuk besoj se Tirana këtë vit është suplementim për derbi, Po kur mund të jetë për titull? Nëse shpëtojmë këtë herë Tirana prej kategorie, nëse shpëton, mas 2 vjetësh e ke Tiranën relativisht në formë, nëse buxheti rregullohet. Nëse ato probleme që janë të brendshme rregullohen. Pas 2 vjetësh do kemi, dhe unë kam shumë dëshirë, kemi një rivalitet top 4, ta kemi atë Final Four-in Tirana Partizanin finale. Kjo është dëshira e federatës pra ne bë Final Four-in që të mbushë stadiumi plot. Po kështu mendua Final Four-in. Po patjetër. Final Four-in mendua me një derbi. Me Tirana Partizani po këto menu Final Four-in që u bëre. Edhe derbet ishin, nëse ti e ftoh ka gjatë 36 javë. Po se shqisoj të luhet Partizani Ignatia Tirana Partizani. Tifozin. Nuk mund ta kesh për 2 ndeshje, ta siguroj, mund ta kesh vetëm për ndeshje finale, dhe ajo. Po finale Final Four do ishte plot mendoj. Finale Final Four Partizani këtë vit ishte bosh. Absolutisht po, po them edhe këtë nuk bën sens, e kuptoj. Se ishte ai momenti që menduan të gjithë, jo po. Do të marrin. Do të marrin. Dolën edhe zërat fakt, që do e marri Vllaznia. Dishin nga brenda, nuk është edhe zërat. Prap një datë zonë, por nuk marrin ato titull. Harroje, se s'kan atë mentalitetin e brendshëm. Se me Vllaznia titullin thon? Jo. Ignatia prap. Ignatia prap? 3 vite radhazi? Po. Është ajo frika që e përmendëm pak ajo suksesi shpejt me menaxhimin e mirë. Nëse ka projektin e duhur, Ignatia ka treguar që vitesh. Dhe të mendosh një trajner si Tetova që është tifoz i Tiranës. Por dhe kaloi në Partizanin. Shikoj, kjo puna tifozike besoj Tetova është shumë profesionist. Nëse mund të jetë edhe trajneri i Partizanit do të zemëroj shumë. Jo, absolutisht do e vlerësoja. Absolutisht. Tetova për mua përveç se super trajner është. Mik është një nga trajnerët më të mirë këtu. E gjithme që the Paradajës, po nuk e dia. Paradajës. Geri ti the është Paradajës, por shumë do thonë që Daja ka shkuar 2 herë në Europa League. Conference League, Europa League. Vetu mat me trofe dhe me suksese. Pra me arritjet europiane. Dakor, nuk. Shiko. Un po them, për nivelin shqiptar, Tetova është trajneri më i mirë në Shqipëri. Nëse për nivel pak më të gjerë, flasim pastaj që mund të ketë rivalitet mes të dyve, por unë vlerësoj atë sistemin e Dajës dhe atë çka implementon ai nga brenda ekipit. Këtu po do të fitosh kampionatin me Tetovën, po do Europën me Dajën. Kështu i bie. Kjo ishte. E shkarkon Tetovën direkt pas ndeshjes fundit. Megjithatë Tetova në Europë nuk bëri keq. Jo, po them që bëri keq. Pyetja e fundit. Kush e ka këngën më të bukur në stadium? Ishte këngën më të bukur. Këngën më të bukur. Këngën të lutem tash. Këngë. Kush është pari? Tani nëse do flasim për këngën të klubit të zyrtare. Po, do të flas për Pajtim Strugën. Tirana kampion. Që edhe vet ju po e nisim një këtë këngë për ekipin ton kampion. Edhe Tirana që ka tamam. Ata keni bukur. Ata ka paketuar të bukur për Benaliun. Tani me gjithë respektin çdo njeri që bën diçka i vepër. Do kemi buri çik rivalitet. Po, tani ti e për unë nga vetë me të këngë që mua babi se babi babim ka bërë tifoz Tiranës, babim ka bërë tifoz i Tiranës, edhe një nga këngët që unë në vogëli
Se unë jam edhe ke konga Betim Strugës. Kur është ai Klipe? çuni vog, Po ti pas ke është ai arsye çuni me vog Irasa. që idhet. Okej, pa. O Floro. Ti ke lindur me Tiranën. Të dua Po me që thotë ai, Tiranë. apo thoshin për kongë, kongë. Për këngë, po, këto këngë që Apo vjen këngë që luan. korë. Jo korë të tifozëve, këngë që luan. Jo, me kampion nuk ka autor, është këngë burim shpirti Gueric. Nëse ngjon, nëse je i panshëm këtë pjesë, nëse rrit 2 sekonda ngjon atë këngë me kujdes, e kupton që ajo këngë nuk është, domthon, me tekste të krijuar me gjatërim, është komplet bio shpirtit. Dhe kënga thot se kam unë një premtim prej atër kur isha fmi, jo s'do ndalem jo deri sa t'jetoj për ty do këndoj. Ajo është burim shpirtit. Tani, kjo është i tjetër